Qysh herët, a ishte i përcaktuar të jetoj dhe punoj për Kosovën. Babi qysh herët që nga mosha 4 vjeçare jeta javuri mbi supe barën e rënd të rritjes pa prindër. Ishte një fillim i vështirë, po për babin kjo mungesë u shndrua në forcë. Në emër të familjes sonë, ju shprehim falënderimin dhe mirënjohjen më të thellë për respektin, nderimin dhe fjalët e mira që sot janë kushtuar babit tonë. Prania juaj këtu është dëshmi e dashurisë dhe vlerësimit që ai ka gëzuar gjatë gjithë jetës së tij. Sot nuk jemi mbledhur vetëm për të kujtuar një akademik, një profesor apo një udhëheqës institucional. Sot kujtojmë një njeri që jetën e tij e jetoi me dinjitet, sakrificë dhe shërbim të pandërprerë ndaj dijes, vendit dhe njerëzve. Babi qysh herët që nga mosha 4 vjeçare jeta javuri mbi supe barën e rënd të rritjes pa prindër. Ishte një fillim i vështirë, po për babin kjo mungesë u shndrua në forcë. Kjo dhimbje në karakter e kjo vështërsi në vullnet të palëkundur për të ecur përpara. Nga ajo fëmijëri e vështirë, ai ndërtoi themelet e një jete të jashtëzakonshme, duke dëshmuar se njeriu nuk përcaktohet nga rrethonat, por nga forca me të cilat i përballon ato. Qysh herët, a ishte i përcaktuar të jetoj dhe punoj për Kosovën. Që i përket kategorisë njerëzve për cilët historia flet me respekt të jashtëzakonshëm. Jemi mbledhur për t'ia thënë lamtumirën akademik Nejat Dacit, burr shtetas, dietar dhe intelektual i përkushtuar. Me dije të thellë, integritet personal dhe përkushtim të palëkundur, ai i shërbeu Kosovës si kryetar kuvendi, ushtrues detyre i presidentit, deputet, akademik dhe drejtues i institucioneve shkencore, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në ndërtimin e institucioneve demokratike dhe në zhvillimin e mendimit shkencor në vendin tonë. Në ditën e dytë të këtij viti të ri, në të cilën sapo kemi hyrë, sot me 2 janar 2026, një rast morti na ka bërë bashkë këtu në sallën e seancave plenare të Kuvendit të Kosovës. Në një periudhë të ndërmjetme për institucionin legjislativ të Republikës sonë, teksa legjislatura e kaluar e Kuvendit të shpërndar, ndërkaq legjislatura e re ende nuk është nxjerrë dhe konsoliduar, ky mort na bëri të bashkohemi këtu në Kuvendin e Republikës.